Përshëndetje, miq të dashur të emisionit prive, mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi sërish bashk edhe këtë shtunë. Mbrëmën e sot me nisem me një histori që ka të bëjë me këngëtarin Ermal Fizullahu, i cili tash një kohë të gjatë nuk ndalet së punuari duke na sjellur këngë të ndryshme dhe për plot hite. Mirpo tema për mbrëmën e sotme ka të bëjë me këngën të cilën e kanë risjell në bashkëpunim me Butrin Timerin për një dashuri. Këngë kjo e cila me siguri që shumicës prej jush ju kujtohet sepse për një kohë të gjatë mbeti hit, vazhdon edhe tash tutje të jetë një këngë shumë e pëlqyer. Se çfarë ka për të na thënë Ermali, e ndjekim bashkë në materialin e përgatitur nga Florian Halili. Ermal Fizullahu është këngëtar me një bagazh të madh artistik. Karriera e tij shënon shumë vite të suksesshme në skenën e muzikës shqipe. Bashkëpunimet e tij të shumta me emrat më eminente kanë bërë aq të jetë një nga artistët më të kërkuar shqiptar dhe jo vetëm. Çdo këngë që Ermali publikon ditë jetë hit në shumicën e rasteve. Para 9 muajsh ishte projekti i tij fundit që ishte bashkëpunim. Tash përsëri ai erdhi në duet. Por kësa herë me një mashkull tjetër të skenës, duke risjellur hitin e tij të dikurshëm për një dashuri. Ka qenë shumë spontane, ata fillimisht kishin fillu me punu Butrinti me Rezonin në studio, edhe veç më kanë thirrë, kanë thonë hajde nga e kena një sem, kur e mjekum një kongën tem për një dashuri, me thonë drejtën e kom pos pak picked up këtë kongë, se s'kom mendu me bori me këstash, kom mendu me përpunu dhe njëherë, po mënyra që e këshim punu, më pëlqej shumë, edhe për gzaj edhe Rezonin, se ka punu shumë mirë. Ky projekt për vetëm 24 orë nga momenti i publikimit grumbulloi 1 milion klikime, dhe kjo të shton mendimin se populli jon ka nevojë tani më shumë se kur për këngët e stilit të vjetër që prodhoheshin, për formën e hiteve të pavdekshme që dikur ishin në top listat shqiptare. Është këngë shumë e mirë, me thonë drejtën, është një prej këngëve të mia të preferume, edhe është mungesa aty në këngëve, shumë, edhe vetë jam të një mungesën e tyne. Kështu që mendoj në tarmën çdo 2-3 vjet me pas ka një përpunim këngëve të mia të vjetra ose të vapit ose diçka që kanë qenë super hite. Pse mos me i rikthy kur ato janë këngë që kurdo që lansohen kanë mu pëlqy. Ka edhe njerëz që gjithmonë mbetet se origjinali është origjinal, asnjëherë nuk bëhet për herë të dytë një sen që u kon shumë i mirë, po ideja ka qenë që kjo këngë mulqu edhe në për diskoteka, edhe në për venet, ajo ka qenë veç balade festivalit, kurse kësaj radhe është këngë që mund mulqu gjithmonë. Ky projekt dikur u soll nga Ermali në versionin origjinal, pas shumë vitesh për publikun tonë erdhi nga Butrinti në bashkëpunim me Ermalin si mysafir në këngët e tij. Po s'ka lidhe, kjo unë as nuk e di, me thonë drejt, alo, ajo më në mysafir taj, ajte unë, se nave që kina bo këngën edhe ka dalë. Unë as njëherë nuk ishi qaj këto. Sa në për mu, pak karën si kujti del emri pari, dytë. Unë mu më ka pëlqy mënyra që e ka bori mejkin Rezonin, për qatë arsye jam hinë këtë këngë. Për ndryshe kësha bo një këngë 3 me Butrintin, po kjo ka qenë shumë ide e mirë. Përveç kësaj këngë që erdhi tani si një ëmbëlsirë për gjithë ata që duan muzikën e dyshës, Ermali është në përgatitje edhe të disa projekteve të tjera që do t'jenë shumë shpejt në dorë në publikut. Jam të punu edhe në këngë mia, e kam një balat shumë mirë, që mendoj me, tash e kam shty pak, mendoj me sjell, me lansu pak ma vonë, edhe i kam disa bashkëpunime tjera cilat kanë, besoj deri në fund vitit kanë me pas shumë sukses, se janë këngë shumë mira. Shumë herë në pyetësor të ndryshëm në rrjetet sociale nga fansat është kërkuar një bashkëpunim tjetër mes Ermalit dhe Ghetto Gjizit, si në kohët e shkuara. E pas rikthimit të kësaj këngë në treg, a do të ketë edhe një rikthim të mundshëm mes Ghetit dhe Ermalit në një këngë të re? Unë me Ghetin kam pas bashkëpunim qysh për fillimit karrierës tem, edhe e kam shumë mik, për ndryshe asnjëherë ason asaj nuk e kena mendu mos me pas më bashkëpunime. Kështu që nuk është që kena bisedu në diçka, po në të ardhmen besoj që të kemi prapë bashkëpunime. Të gjithë e dim që artisti nuk sjell projekte muzikore të shpeshta, dhe gjitha kjo ka një arsye të veçantë pse Ermali më së shumti publikon 3 këngë brenda një viti. Po me thonë drejtën, unë nuk është që lancoj shumë shpesh këngë, 2 ose 3 në vjet maksimumi, po ato që i bëj menoj, unë mendoj që janë këngë mira. I përzgjedhi shumë me thonë drejtën, do dhe 20 këngë veti kthej, për arsye që nuk e ndjej veten, edhe kur artisti nuk e ndin që mund me bo më të mirën me një këngë, nuk është mirë me hedh drejt atë këngë, veç me thonë jam punoj qes diçka, se
Ka orë një kohë shumë e pështirë kur ti bën kongë, nëse s'është konga e qëllume, shkon me skijat e poshtë. Disa e cilësojnë si këngëtar i muzikës popullore, disa të muzikës argëtuese, disa të rrymave të tjera, por Ermali beson se ka ndërtuar një stil unik të tij personal. Dëgjam, rryma ime ka qenë pak ma unike gjithmonë. Unë nuk është që kam qenë këngëtar 100% popullore, 100% zbavitse ose R&B ose ku ta dijon. Unë gjithmonë jam mundu me gjetë një farë mesi, me kriju një farë stilit tem. Edhe nështë suksesi është shumë mundohem mu përshtat në çdo këngë që vjen. Nëse është kënga ma popullore, e këndoj ma popullore, po jo full popullore, ose ku ta dijo, një farë mesit qashtu që e kom gjetë, edhe pse jo, unë jam i hapur me botë bashkëpunime me gjithë. Ermali, si një ndër artistët më të kërkuar, premton që projektet e reja të tij do të jenë zjarr dhe se në një formë ose tjetrën do të sjellë hitet më të mira për 2020. Deri në mesverë, presim e shohim.